di Kesi tjetë çifti lumtur. Do bëjnë drama prapa ata. Pastaj do ta si do bëjnë rinë aty. brenda, do e mbajnë inën brenda, do mundohet ta mbaj. Do bëjnë drama sikur zihen, pastaj pajtohen, pastaj kështu, pastaj ashtu. Po Ina është në nominim, o Stelina? Ti thua që mund të dali? Nejtën shumë mort Maybe këtë yes, javë. maybe no. Nejtën shumë mort. Ti thu që i penalizon? Se si mendon ti? Se di, nuk e di, për zonë nuk e di. Shiko, unë e mendoja inën jashtë që rast kaluar. Dhe nuk e di, tash e kam heq fare si kështu. Nuk e di. I don't know, vendos publiku në fund të ditës. Patjetër, patjetër. Se fut këtë, s'kemi veze? Ej, s'pas ka si kokërvez. S'kan sjell? As një kokërvez. Shif të për jashtë. Stelina! Tia? Mos më ka dalë emri im edhe unë kam qenë gjumë. Ja, me se besaj. Nuk e besaj. Më duhet një karige, a e mba një karige podiumin aty lartë? Atë ke podiumi? Ja, se besaj, vështirë. Mi s'ka që do t'a bëj këtu poshtë. Do t'a bëj këtu poshtë? Ose e zë? E zë, e zë. Stelina! Stelina! Tani. Pritë se supozohet që... Të shkoj këto. Po. Përshëndetje të nderuar teleshikues, po ndiqni lajmet e orës që nuk e dim se sa është ora, drejt për së drejti nga shtëpia e Big Brother. Nëse do më komentoni veshjen time, kolegu im Angelo më thotë që nuk është problem asnjëherë në këtë lloj sporti, se çfarë vesh nga mesi e poshtë. Problemi është çfarë vesh nga mesi e lartë. Kështu që jam në rregull. Jemi shumë pak orë larg prajmit më të fuqishëm ever. 72 orë më parë, kishim 2 hyrje të reja në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Se 72 është 73? Kaq, dua unë. Jam unë shefi këtu. Edhe të lutem se jemi live. 72 orë për para, kishim 2 hyrje të reja, Krusitën dhe Rogertin. Totalisht të ndryshëm nga njëri tjetri, Krusita një vajzë e qetë, e ëmbël dhe me sa duket është akoma në studim për të gjetur veten e saj. Ndërkohë Rogerti, i cili ka ardhur për të na qerë maskat të gjithëve, erdhi vetë me një maskë. Me njëherë pas akuzave të Rogertit, s'paku ka nisur hetimet e tij për Lornën, Mirin, Brekenën dhe kështu me radhë për të gjithë shtëpinë, për të gjithë të korruptuarit dhe ato që janë antidrejtësi. Kemi një nominim shumë të fuqishëm, Lorna, Ina, Kesi, Selin dhe Miri. Nuk dihet kush nga këto do dalë, ndërkohë që përsëri gjatë këtyre 72 orëve është bërë nami në shtëpi. Rogerti ka trazuar të gjithë shtëpinë duke u zënë literalisht me çdo person të mundshëm. Ndërto, rrezikohen për një zarf të zi Rogerti, Angelo dhe Kristi. A do të ketë një zarf të zi? Qëndroni me ne për ta zbuluar. Dhe kush do dalë sot?